në shtëpi, ose mësuesit, nuk dua ta dëgjoj këtë fjalor në shkollë apo në orën e mësimit. Por duhet një kujdes. Kufijtë funksionojnë vetëm kur janë të qëndrueshëm, të përhershëm, sistematik dhe asnjëherë me dhunë. Kemi edhe një pikë të katërt. Ipi të rinjve, adoleshentëve dituri, ipi mënyra të tjera për të shprehur revoltën apo ndjenjat, ipi alternativa apo sinonime të fjalëve të pista. Në qoftë se ato kanë një sharje në gojë për familjen, ka një sharje bëfsha këtë, bëfsha atë, ipi gjëra edhe ndoshta edhe me humor që të përdorin në vend të sharjeve sinonime për treguar nervozizmin e tyre apo për të shprehur në mënyra me shprehje frazologjike, si për t'i zbutur situatat. Prandaj kalojmë në pikën e 5 që duhet edhe shembulli personal. Nëse prindri ose mësuesi vetë përdor fjalë të ashpra, çdo këshill bie poshtë. Adoleshentët janë shumë të vëmendshëm për të perceptuar se çfarë po i thot prindri apo mësuesi. Çdo perceptim që del apo çdo shprehje nga goja e prindrit dhe mësuesit regjistrohet dhe duhet shumë punë për t'u zhdukur. Dhe pika e 6 është për të vlerësuar ndryshimin. Nëse u shikoni se fëmijët tuaj apo të afërmit tuaj që janë në moshën e adoleshencës, që flasin me fjalë të pista, apo kanë filluar ndryshimin pozitiv të eliminojnë ato, duhet që menjëherë ju t'ja bëni të qartë dhe t'ja vlerësoni ndryshimet atyre duke i thënë, bravo, kam vënë re që ke ndryshuar mënyrën e sjelljes dhe më pëlqeu shumë për shembull se si reagove sot. Për të shkuar në një përfundim që fjalët e pista në fakt nuk janë fundi i botës, janë një sinjal i zhvillimit social dhe testimit të kufive midis adoleshentëve që duan të fitojnë terren dhe prindërve të tyre që apo mësuesve apo shoqërisë së rritur që nuk duan t'ia lëshojnë këtë terren. Por sidoqoftë, familja bën dallimin midis një zakoni nëse do të jetë kalimtar apo një sjellje që do të bëhet pjesë e identitetit. Kështu që duhet të shqetësoheni kur të rinjt flasin me fjalë të pista, por duhet gjetur mënyra dhe komunikimi për t'i thënë atyre stop. Ka dhe mënyra të tjera për të komunikuar. E ke nga nervozizmi, e ke që do të fitosh terren, e ke që të bësh revolucion dhe i revoltuar me shkollën apo është një gjë e moshës, por nga ana tjetër ka gjithmonë një zgjidhje duke dhënë prindrit, mësuesit dhe të rriturit shembull e tyre kryesor dhe kujdes nga rrjetet sociale.